për lider që nuk të zgjodhe ty, po zgjodhe Brikenën? Jo, për lider kam zgjedhur Armenin. As ka lidhje fare me këto. Për lider kam zgjedhur Armenin. Ledion, ç'ka lidhje ka kjo më fare? Brikenën zgjedhur imunitet. Po buxheti, ka lidhje buxheti që nuk u zgjodhe? Si njeri që përfitoje? Na si na marr vet, kena dozu buxhetin unë Iliri. O, Ledion, ishte pagjumësia, stresi, presioni, këto. So dhe kaq, se të vjetë po buxhet. As nuk kam as ide të bëjmë ide asgjë. Pra, ti thua që reagimi yt është i shumë arsyeve. Asnjë anësi. Fare. Dua të dëgjoj pak Mirin. Si po, ha pra? Po reagimi, mendimi im për reagimin e Ilirit nuk jam dakord pa të lloj reagimi, sepse këtu ai nuk është te shtëpia vet, nuk jemi te lagja, te rruga, këtu jemi në një shtëpi shumë më të madhe e Ilir. Jemi Big Brother, ka dhe njerëz tjerë që jetojnë këtu, nuk jeton vetëm ti edhe Eugjini, edhe shqetëson edhe banorët e tjerë dhe do ta kesh vënë re. Do ta kesh vënë re që janë shqetësuar shumë banorët e tjerë. Megjithatë, ky reagim ka ardhur sepse ai e kanë tjerë veten shumë të tallur nga ky gest, edhe duhet të ruaj qetësinë, duhet të kontrolloj situatat. Selin, a e ndjen ti ose dikush tjetër aty mund të flasë nëse e ndjen ti veten në një kuptim për shkak të kësaj që ndodhi të kufizuar në raportin që mund të kesh me Ilirin për shkak se mund të përshkallëzoj situata kështu? Jo, Ledion. Vetëm sa mendoj që Iliri duhet t'i ndaj, nëse në vërtet nuk i pëlqen disa shaka, ja vën limitin personit tjetër, dhe thua jo me mua të tilla shaka, edhe ne sigurisht do ta respektojmë sepse janë limitet e Ilirit. E qartë. Po që jo, as nuk më kufizon, përkundrazi, unë jam shumë i bitë, po flas unë. Okej, po flas unë. Përkundrazi, mendoj që Ilirit, si kundër gjithë neve, na kanë ardhur nga ato shkaqe që tha, jo pagjumësia, stresi, debatet herpasershme. Thjesht mendoj që ishte reagim i tepërt. A mendon se duhet kishte kërkuar falje Eugjinit edhe Angelos? Mendoj që po. Mendoj. Brikena. Përshëndetje Ledion. Atëherë, unë do me thonë jam konë pak ma e lidhne me Ilirin këtë ditë, do me thonë kumë najtë ma shumë me Ilirin për që ku marrë në këtë shtëpi. Iliri shumë herë njerës kam bo shaka e këri gjanat, a mu Iliri s'ka reagu asë një herë, kështu të dhe Iliri din shumë mirë mi pranu hajgarët, mi pranu shakat. Amo, unë mendoj që atë ditë Iliri u kam pak i tensionum, edhe i ka pas sa tensionit sa gjanat veta që e kam bo me reagu në atë mënyrë. Kështu që besoj që edhe Iliri e ka kuptu që nashta ka gabu, po që thjesht sa hajgare me Ilirin, unë personalisht nuk është se i kisha ba, se është një moshë pak ma të madhe dhe du të me pas një fije respekt pak ma shumë për Ilirin këto. Përsa i përket Eugjinit, mosha është relative, se nëse do esim në Big Brother... Përsa kemi vëllimi futur me të fatë ndryshme në këtë shtëpi, bie të gjithë të bashkë. Aty ka edhe 23 vjeçar, ka dhe 55 vjeçar, nuk duhet përdoret mosha si... Kush është 27 tjetër këtu në të vitërive të mama? Vesh një sekund, vesh ta mbaloj, E ka provokuar Angela me lloj-lloj fjalësh, Kristi me lloj-lloj fjalësh. Dhe me thënë, të ofendu që nuk ishka nësë për moshatar. Ola, unë e bëra për atë, se unë me ata pasam shumë konfidenca me gjithë të tjerët. Po i bire që unë po të bëta të që ju trasë emrin nga trejtë të tërve edhe të reagoni ashtu e të më dhevin me zatë të zi. Ka që t'irë shënka. Po i dhirë e Ka t'irë shfara, më të trasë emrin nga trejtë. Jo edhe i në topë, unë edhe ajtë një më vrinjë, se ju tira emrin trejtë. Në moment të mbaroj Brikena mbaroj se sekund, lutna, unë mendoj që Eugjini nuk e ka pas tendencioze këtë shakan, po thjesht unë personalisht me një, do me thonë, lojtar si Iliri, nuk është e këqyri veç lojën, po e këqyri pak edhe anën tjetër, do me thonë, personalisht unë nuk e kisha bo një hajgare t'il me Iliri, nashta kisha bo hajgare, amo... Dakor, Stenaldo. Nuk e kisha bo. Stenaldo. Jo, ka një gjë që besoj në është më rëndësi. E para njerë, kjo ideja që njëri grup bën viktimën dhe tjetëri s'bën asgjë është një gjë që nuk qëndron fare.
Nëse njëri grup bën viktimën, tjetri grup po bën Ilirin viktim. Iliri është një burr zotni, i edukuar me aq se e ka dhënë mundësi jeta, me një moshë që është akoma shumë e re për qenë i vjetër, me të gjitha aftësitë të mira të tjera, i Zoti mjaft për të shprehur veten e tij, për të thënë fjalë që mund të mbyllin gojën të tjerëve, dhe që nuk ka nevojë për asnjëri këtu të vi dhe të bëhet bodyguard i Ilirit. Kush është bërë bodyguard i Ilirit sipas teje? Po absolutisht Seno bëri këtë gjë. A mendon ti Stenaldo se Seno ndikon negativisht tek Iliri dhe mënyra se si ky qëndron në shtëpinë e Big Brother? Unë mendoj që atij i duket me interes që të ketë pra mbështetjen e Ilirit në lojë dhe për të arritur këtë gjë bën këtë skemën pastaj që siç ndodhi mbrapa klipit që kush kapet me Ilirin këtu po unë bëje po njërin apo tjetër, që për mua është e papranueshme. Dhe në fakt është edhe më e papranueshme tëra kur mendojnë që Eugeni thjesht ka bërë një koment, pra e ka thirrur në emër, pa diskutim unë e kuptoj Ilirin edhe atë frustrimin e tij se e kemi të gjithë mbasherë këtu. Po tani që e vërteta më vjen në sy kur i thonë që Eugeni e ka thirrur disa herë, pa diskutim që nuk ka bërë gjë më të mirë të mundshme, nuk ka bërë një shaka ndoshta me krip, ama prapë se prapë edhe në një fyerje nuk i ka thënë. Kur të thash 5 herë, në film ka bënë kështu, edhe unë do të qesh më. Ti vazhdo. Unë gabimin tim e kuptova, prandaj të thash më fal. Në shumë se do ta kisha tendencioze, do të thoja më fal unë ty. Po do përshkallëzon të gjëja ndryshe. Në shumë se do e kisha tendencioze. Unë se kisha tendencioze dhe të thash më fal. Lore? Unë do të them që si fillim u surprizova pak nga reagimi i Ilirit, pasi Juxhi që kur hyri në shtëpi hyri me shaka, edhe batutat më të mëdhaja i pati me Ilirin. Dhe për këtë u surprizova shumë. Më fal. Jo, të mbështes. E respektova sa më Kristi më ka thënë tratë as gjysmë llafi si kam thënë. Kurse këtë e respektova, e prita, i kam bërë videot e mia me radhë fjalë të tij. Patjetër. Në njëri që unë kam besim. Edhe po miro, e një njeri që kam besim. Vetëm se kjo pjesë ishte surprizë. Kjo pjesë ishte surprizë për mua. Pastaj në pjesën tjetër ishte 100% Britalia ajo. Po pse ishte vëlla, pse ishte? Për pjesën tjetër më fal Ilir. Pse ishte? Ta kam thënë. Po pse ishte? Unë po ikja në klip pse ishte. Ta kam thënë pse ishte. Ta kam thënë. Ta kam thënë. Ilir ta mbaron. Ta kam thënë pse ishte. Pastaj për pjesën tjetër unë e mbështes Ilirin që preket, ai ka një moshë të caktuar. Kjo jo për të diferencuar apo për të trajtuar ndryshe, absolutisht jo, jemi gjithë të barabartë, por ne jemi këtu për një arsye dhe duhet japim shfaqje si artist, duhet japim mesazhe si artist, edhe nuk mund të përshkallëzojmë për gjëra kaq të vogla për cilat mund të zgjidhim. Po nejse Lore, se nuk janë të gjithë artistë, ë? Dakord, por jemi në ekran. Jemi në ekran. Po është një reality show. Për shfaqje. Pra, në një sens, nuk është se jemi të gjithë këngëtar, nuk është se jemi të gjithë aktor, por edhe sikur të ishim këngëtar dhe aktor, jemi vetja dhe jemi ashtu siç jemi në të vërtetë, sepse prandaj jemi në Big Brother. Patjetër. Prandaj Stines nuk është festivali këngës. Festivali këngës, vishni fustanin me Dida Buba, vini një palë syze dhe dilni na tregoni talentin. Këtu duhet të tregohet forca e karakterit. Patjetër, rregullat nuk kanë të bëjnë fort me ekranin, se sa që kanë të bëjnë me shoqërinë. Pra, jetoni, prandaj më pëlqen ajo që thotë Selin, jetojmë në një komunitet, ose Miri kush e tha, jetojmë në një komunitet, duhet që në një kuptim të respektojmë njëri tjetrin. Dhe nëse nuk na vjen t'i themi më fal dikujt i cili mund të jetë lënduar nga ne, mbase këtu fillon problemi dhe këtu duhet ta gjeni pastaj me njëri tjetrin për mënyrën se si mund të raportoheni në të ardhmen e afërt apo të largët. Mal,